në Fokus, i cili ka kushtuar më shumë se 40 vite arsimit. E ndikim së bashku dhe kthehemi pas pak në studio. Dikur në këtë shkollë hynte me një entuziazëm dhe prestigj të madh, sepse kishte në duar edukimin e brezave të rinj dhe zhvillimin e shkatësive të tyre. Jam Yusuf Ibrahima nga fshati Shushic, për ndryshe arsimtari gjuhës dhe letërsisë shqipe, tani në pension. Sot gjendem këtu në oborin e shkollës Ndre Mjeda dhe kam shumë emocion, sepse këtu fillova hapat e parë si mësimdhënës dhe që atëherë qysh në vitin shkollor 78-79 e fillova punën si mësimdhënës shumë i ri, por me një edukat dhe një kulturë që e kam marrë nga oda e burrave, nga kulla, e që më ka shërby mjaft për jetën time. Ndonse punën e filloi në një moshë të re, ai gjithmonë ishte i gatshëm për të shërbyer nxënësve. Dhe pse kam marrë shumë i ri në punë, do të thotë kam pas një qëndrim kështu të mirë ndaj kolegëve, nuk e tham për lavdat, por kemi kaluar shumë mirë. Mandej edhe jam përpjek që misionin tim, në momentin që kam marrë ditarin dorë, kam vendos ta kry aq sa mundëm, aq sa kam aftësi dhe kam mendu që gjithmonë të nxënësit ta jap maksimumin. Ndërsa vitet kur arsimtari Yusuf filloi mësimdhënien për Kosovën nuk ishin vitet më të mira. Unë kam kryer, do të thotë, shkollën e lartë pedagogjike në Gjakov dhe ka qenë, do të thotë, situata para vitit 1981, para kohës e demonstratave, ka qenë diçka pak më e mirë. Mirë, po me vitet e 80-ta, pastaj e 90-ta, kemi pas edhe momente të pakëndshme, do të thotë presion nga regjimi po dihet serb. Mirë, po do të isha kthyer në ato vitet e hershme kur kam fillu të punoj këtu, shumë shpejt, në një farë mënyrë kam rënë dakord me nxënësit, mandej përveç orëve mësimore, kemi mbajtur edhe aktivitetet lira, sidomos për ditën e shkollës, dhe nxënësit kanë qenë shumë të entuziazmuar kur unë i kam përfshirë në program, qoftë për recitim, për këndim, vallëzim. Kemi ushtruar me orë të tëra dhe unë asnjëherë nuk e kam shikuar orarin, po ndoshta edhe deri në orë të mbrëmjes kam qenë në shkollë bashkë me nxënës. Me shumë mall e emocione ai kujton gjeneratën e parë që ka përcjellur. Çdo fillestar ndoshta ka nga pak edhe sfida në punë, mirë po shumë shpejt do të thotë jam përshtat, edhe atëherë ka qenë dialekti i gegrishtës në për librat tona, por ajo që pak ka qenë ndoshta pak më e vështirë më vonë kur filluam të përdorim gjuhën letrare, dhe atëherë nxënësit pak e kanë pas problem të kalojnë, do të thotë, në atë fazën tranzitive prej gjuhës popullore në letrare. Dihem edhe i lumtur, por edhe krenar që nxënësit e mi i takoj në profesione të ndryshme, të suksesshëm, edhe në një farë mënyrë japin kontribut në resurset të ndryshme të shtetit. Mirë po në ditët e sotme, veterani arsimit këtë fushë shes si përparimtare. Ne kemi punuar në kushte shumë më të dobta, ndoshta po them materiale kështu, mirë po përkushtimi ka qenë maksimali nxënësve, ka qenë një lloj sinqeriteti në mësim. Mirë po, në ditët e sotme, po dihet që pak digitalizimi ka ndiku, telefoni po shihet, nxënësit kanë kushte shumë më të mira, kanë përkrahje shumë nga familja, mirë po nuk janë në nivel që i çdosh me qenë.
Ndërsa në kohën tonë, populli do të thotë në përgjithësi, familjet tona nuk i kanë kushtuar as rëndësi shkollimit. Më tepër na kanë angazhuar në punët e shtëpisë, mirë po ne kemi mësuar, kemi pas një vullnet ashtu vetjak, edhe kemi ecë përpara. Por cilat janë disa nga librat që arsimtari ju sugjeron sot të rinjve? Ka vepra mjaft, për shembull, kryesisht veprat e Naim Frashërit, Bagti e bujqësi, Lulët e verës, mandej nga ndremjeda, po ashtu ëndra e jetës. Edhe jam fokusu më tepër në veprat që kanë qenë pak më aktuale edhe në jetën tonë. Kështu që nxënësit janë di mirë, kur gjatë orëve kemi diskutuar rreth vepra, kemi lexuar poezi, pastaj kemi analizuar ato. Ndonë se fillimit të arsimit për arsimtarin Yusuf nuk ishin të lehta, pasioni dhe përkushtimi i tij për edukimin e Brez Afterin ka lënë një ndikim të madh. Sot me zhvillimin e arsimit dhe kërkesën për dijet moderne, arsimtarët vazhdojnë të luajnë një rol kyç në udhëheqjen e të rinjve drejt një të ardhme më të mirë.